Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. U nda nga jeta në moshë fare të re, Niko Peleshi e plajmin e hidhur. Ditën e sotme, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka dhënë lajmin e trisht se vajza e mikut të tij të ngushtë është ndarë nga jeta në moshë të re. Në një mesazh në rrjetet sociale, Peleshi shpreh ngushëllimet për ndarjen nga jeta të Joana Qylit në moshë fare të re, kur siç thot ai gjithçka duhet të fillonte. Një lajm i trisht na ka prekur të gjithëve. Joana, vajza e mikut tim Thoma Qyli, është ndarë nga jeta në një moshë ku gjithçka duhej të fillonte. Një vajzë e mirë me shpirt të pastër, e talentuar me etje për dije, plot dritë dhe jetë. Nuk ka fjalë që mund të ngushëllojnë një prind që humb fëmijën, por mendimet dhe lutjet janë me familjen Qyli në këtë dhimbje të pamatë. U pret në paqe Joana dhe kujtimi i saj qoftë dritë për jetë. Joana ka humbur jetën pikërisht në moshën 28 vjeçare.